Me emna, me mbi emna, ditë që s'liri do. Una, mas pari kambi nuk e di, ka do të shkoj të hipin kambi, të shkoj në qytet nëse kam nevojë të shkoj. Nuk ka interes as për gjallit. Jemi në fshatin Çollopek me Nazmije Agushin, 38 vjeçare. Historia e Nazmijes më ka bërë që të vi këtu, ta dëgjoj, po edhe ju ta dëgjoni, të reflektoni të gjithë ju prindër, të cilët edhe për vajzat ju siguroni një pjesë të pasurisë përpara se ato t'i martoni, sepse në një rast të tillë, si të kësaj zonjës 38 vjeçare, të cilën buri, bashkëshorti, e ka braktisur bashkë me djalin e saj 4 vjeçar, edhe e ka lënë në mes të fshatit. Gruaja ka ardhur tek një dyqan i cili është i improvizuar për të jetuar. Ajo në këto kushte të improvizuara që nuk mund të quhen kushte jetese, po kërkon me ngulm që bashkëshorti i saj të kthehet, edhe më parë biseduam në telefon, po ai nuk ka asnjë lloj interesimi, as për djalin, as për bashkëshorten. Po, e vërtet është, nuk ka interes. Si kena arë këta në që 6 muaj që ka dalë, me ditin i ka bërë 6 muaj, nuk ka interes as për gjallin, për gjallin e vetë mas pari. Unë si ku marrë këtë familje, Zoti inshallah kërkan nuk e selën të jenë të kjo familje. Kur im kanë 6 muaj me bark, kunati, Aqif Halili, më ka desh gjallit ma qëse 6 muaj pi barki. Si të ta qëse 6 muaj pi barki? So më kanë që unë doktor, kër orajt barki, atëhere hajde do shkojnë në doktor dhe e qesne. Doktorja gjej tha, nuk sa ki ca, sa i kujtosh, sa i hike u bonitke atë i mrejna, nuk e like burin të fole, vetë u bonitke. Sa për jemi, sa e do shtoj, sa për ne do, sa se gjaka ki jem është, e gjali jem është. Brapa i njëti person, kër më ka revë grëje vetë 2020 ditën, atëre, nuk i këm lajmëra unë në polici, po i ka lajmëra... Si, të me thonë, vitin 2022 ka revë kunata? Pa, kunata me caucën, aje cauca është e martame. Nuk e kam trejmë për kërkanit se jëmë bezdis për kësa jetë, ma. Me ditë se vajnë baba e merë gjallin, unë e fund jetës vetë i apë. Asnjëherë, mos i thuj që këtë, jo. Shumë kom hekë për kësaj familje. Gjalli vetë, shkova të nëna jeme, se më latën të stadisë e policia më ka blet dikele ta më për gjallin. Kur? Në 2020 ditën, kër ndodhe që kjo me kunatin. Po? E policia mi ka blet më dikele ta më se më latën, midis stanicës, më latën, ana e morë familjen e vetën e prashpaj. E në shkova të societezës, ajo në kur s'ka pare njëri, kërkush nuk danë. Vendoha si parë që tha, unë e tha përtaj, tha kun vdek. Mos më gërka se jem blak, në këtë anët në ka pa blak. Mos mu gjalli, unë s'dije në ku ta të qoj. Në këmbi nuk e di se ku ndalët. Kja s'kënd të të muje? S'kënd të fje këta kërkojsh telefon? I gjishë s'ke kërkan? S'kam kërkan të hiq. Ok, shpresojmë që fshati Çollopek do ta bëj pas kësaj videos ndihmën e tyre me pa tjetër. Më kanë thënë se është një farfie bekimi gjithon ndaj njerëzve. Ai bekimi e ka këtë nausën e ka familja, më nuk e di se që ka, vetëm e di se familja e ka. Lafët gjithi ka thënë babe gjallit, e Krem Halili. Nuk janë vërteta se ka dal vetë pishpaje, po kur erë vakti ta shofe gjallin, i thash mos e di far familje kjetë njekin, nuk së më njekë më kërkush. E ka njekë gjalli vllajt vetë, Arben Halili.